Nëse kemi parë deri tani që dosjet e nxehta të SPAK-ut mbështeteshin kryesisht në dyshime, rrethana komprometuese apo lexime të ftohta dokumentesh, çështja e tunelit të Llogaras sjell në tavolinë prova të dorës parë. Përgjimet që lidhen me zëvendës kryeministren Belinda Balluku janë të drejtë për drita, mesazhe që e vendosin atë në rolin e një zyrtareje protagoniste, e cila kontrollon, udhëzon, orienton dhe miraton çdo hap të një tenderi publik me vlerë të deklaruar 189 milion euro. Ky dimension u bë i mundur nga një telefon BlackBerry në pronësi të ish-drejtorit të autoritetit rrugor shqiptar Evis Berberi, për vite njeriu më i afërt i Ballukut në zbatimin e projekteve rrugore. Besimi, duket, ka qenë i njanshëm. Në pajisjen e sekuestruar nga prokurorët më 26 shtator 2024, u gjet një arkiv i plot bisedash të periudhës së tenderimit. Mbi të gjitha, hetuesit konstatuan se nga mosbesimi ndaj ish-shefes, Berberi kishte transferuar si foto një pjesë të komunikimeve në telefonin e bashkëshortes, duke ruajtur kështu një kopje rezervë që sot e vendos zonja Balluku në bankën e të pandeurve. Në tenderin e parë, ku Gjoka Konstruksion dha ofertën më të mirë, rreth 140 milion euro, komunikimet mes Ballukut dhe Berberit tregojnë një kthes të menjëhershme saj për garën që po zhvilloi nga disa kompani private. Ministria shpreh një hezitim të papritur dhe kërkon ta ndal garën. Kam atë ndjesin time që nuk duhet, i shkruan ajo ish vartësit. Më pas, bëhet ultimative. Mendoj ta anullojmë, skualifikoi të gjithë. Berberi nuk humko as duke pyetur për pasoja ligjore, as duke kërkuar mbështetje proceduriale. E ke të frikshme ndjesin, ja kthen dhe nis menjëherë hapat për anullim. Të nesërmen, ministria ngul këmbë edhe më fort. Po si ke lajmëruar të tjerët për anullim, mbylleni sot me urgjencë. Përgjigja e Berberit është e prerë. E mbyllëm, sot e ke të mbaruar. Këto shkëmbime e provojnë se procedurat dirigjoheshin drejt për drejt nga Belinda Balluku deri në njëjtësi. Siç shpjegohet në dosjen e SPAK, asnjë nga kompanit nuk e fiton garën dhe të gjitha skualifikohen siç kishte urdhëruar ministria. Organizimi i tenderit të dytë për tunelin e Llogaras. Vetëm pak muaj më vonë, në maj 2021, hapet tenderi i ri me të njëjtin objekt, por me parametra të riformatuar dhe me një pritshmëri të qartë mbi fituesin e preferuar. Më 23 maj Balluku kërkon me nxitim hapjen e garës së re. Kur do ta hapësh Llogarasën se plasa? I shkruan Berberit, i cili i shpjegon se po pritet miratimi i dokumentave nga vartësia. Balluku në këtë periudhë duket se ka marrë një detyrë jo dhe aq të lehtë për të realizuar një tender të trukuar. I duhen për rreth njerëz besnik për ta karikuar Evis Berberin dhe njëkohësisht për të konsoliduar kontrollin mbi procesin, ministria e shpërblen atë me postin kyç në ARSH. Më 28 maj, toni i saj bëhet personal dhe udhëzues. Balluku i shkruan: I dashur Visi, marrëdhënia jon ka kaluar ups and downs shumë herë, por e rëndësishme është që unë ty të konsideroj një nga personet më të afërt. Hermetik, asnjë takim, asnjë premtim, të jesh prezent në çdo kantier, mos më zhgënje, ta gëzosh sapo e more emrimin. 3 ditë më pas, më 21 maj 2021, Berberi emërohet drejtori i përgjithshëm i ARSH-s. Për SPAK, kjo përputhje datash tregon qartë se drejtimi i ARSH-s, nga një njeri i bindur, ishte pjesë e zinxhirit të kontrollit mbi tenderin. Negociatat në prapasken me turqit që sipas hetimit ishin të paracaktuar për të fituar garën. Më 20 gusht, Evis Berberi shkruan me Arta Gurabardhin që punonjëse e mije. Visi hajde t'i takim bashk se kështu tha shefja, për të mos marrë mbi vete të vetme, një takim që e vë administratën në konflikt të pastër interesi. Verifikimin e tim se përforcon këtë linjë, inxhinieri turk Ayhan Altun, përfaqësuesi Intercar Yapi, ka hyrë në Shqipëri në 18 gusht dhe ka dalë në 21 gusht, pikërisht gjatë periudhës së takimeve. Gjatë së njëjtës periudhë në telefonin e Berberit gjendet edhe një mesazh në anglisht i dërguar nga Belinda Balluku. Ky mesazh vlen për të treguar se veç drejtorit ARSH në komunikimin direkt me turqit ishte edhe vet Belinda Balluku, cilës janë shpjeguar edhe referencat politike të kompanive. Ne kemi krijuar një bashkim shoqërish, duke marrë me vete shoqërinë ASL, INSTA AHV, SNTIKL STD STI, me ne.
Kjo është një shoqëri që ka ndërtuar një tunel autostrade 2x14 kilometra në Turqi dhe është gjithashtu një shoqëri që presidenti e njeh, e vlerëson dhe e përdor si referencë. Ndërkohë në Tiranë Balluku vijon të shtyjë përpara takimet operative. Fole me Artën, Turqi, Gjunkundi, nesër në 11 takim dhe aktivizojmë atë që takuam të premten. I shkruan Berberi duke shtyrë që të lëviz me shpejtësi me inxhinierët e kompanisë së parapreferuar. Tenderi që i dhurua turqëve 10 milion euro. Në shtator 2021 gara hyn në fazën e mbylljes. Edhe këtu ministria kontrollon ritmin dhe shifrat që u propozuan nga të gjitha kompanitë. Më 7 shtator Berberi i dërgon fotografit nga dokumentat e tenderit. Balluku pyet, po ofertat? Berberi liston. Kinezi 157 presi 2084 në cilën edhe 1 milion euro. Limak 18 presi 69 milion 178.857 euro. Albania Globe Fair 18 miliard. Inter 17 miliard. Alb Building 15 miliard 828 milion 808 euro. Reagimi i Ballukut është i menjëhershëm. Qenë kam i skëllquar me pak fjalë. Pak qaste më pas Berberi thekson, i pari me të dytin 10 milion euro diferencë super fare për mbledhje, dhe ministri avullos. Sigurisht, ka hyrë skandal poshtë, por nuk plotson kushtet, sigurisht. Vetëm se, spak, pasi ka parë dokumentat ka dalë në përfundimin se situata nuk ishte e skëlqyer. Rezulton se konsorcimi turk Intercar ASL që u shpall fituesi tenderit për tunelin e Llogaras, nuk plotësonte asnjë nga kriteret thelbësore ligjore dhe teknike, pasi nuk kishte dorëzuar dokumente që provonte se kapitalet nuk ishin nën përmbahim. Nuk kishte përkthime të certifikuara në shqip. Nuk kishte dëshmi për ndërtim ure mbi 120 metra. Kishte paraqitur certifikata ISO të pavlefshme dhe nuk kishte dokumentuar kontratat e punës për 250 punëtor aktiv, duke e bërë kështu shpalljen e tij fitues, një shkelje të hapur të ligjit të prokurimeve publike. Duke parë përfshirjen e zëvendës kryeministres Belinda Balluku në çdo hap të procedurave, qëndrimi i prokurorit është i prerë. Nga aktet e administruara rezulton se operatori ekonomik Intercar ASL është shpallur fitues në kundërshtim me kriteret e përcaktuara në dokumentat standard të tenderit. Kjo ka ndodhur saj të veprimeve të kundërligjshme të shtetases Belinda Balluku në bashkëpunim me anëtarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave. Dhe në pasazhin vijues përcaktohet natyra e akuzës. Shtetësja Belinda Balluku, në cilësinë e ministres së infrastrukturës dhe energjisë, ka konsumuar elementet e veprës penale shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ndande publike në bashkëpunim. Dosja e tunelit të Llogaras është ndër të paktat ku përfshirja e një ministreje provohet përmes komunikimeve të drejtpërdrejta, të ruajtura, të datuara dhe të verifikueshme teknikisht. Nuk ka dëshmi apo interpretime, por një zinxhir mesazhesh që ndjekin vendimarrjen nga fillimi deri në fund. Telefoni BlackBerry i një vartësi që nuk i besonte më shefës e tij është bërë dëshmia më e rëndë që drejtësia shqiptare ka pasur në duart ndaj një anëtare të kabinetit qeveritar në detyrë. Belinda Balluku është marrë pa ndehur në gjendje të lirë, ndërsa hetimet thot spak ende vijojnë.